Përshëndetje miq nga qyteti Kukësit me Adriatikun, ditën e fundit, orët e fundit të mbylljes së kësaj fushate që ishte një fushatë e veçantë e mrekullueshme. Adriatik, si u ndjeve në fushatën tënde televizjes Shqipëria bëhet, të koalicioni nisme Shqipëria bëhet, në fushatën tonë? Ishte një fushatë që po për ty si zero kryetar. nga ana jot, zero sharje, zero fyerje, zero shpifje, takime me qytetarët, ide, program, vizion i ri. Ajo që duhet të marrin mend qytetarët nga gjithë kjo është ta çajmë sistemin, dilni masivisht dhe t'i japim mundësi vendit për një palë zgjedhje të tjera të parakohshme, pa një qeveri që e dhunon administratën, që blem vot edhe që përdor të fortët dhe ta çlirojmë dhe të sjellim më në fund zgjedhje demokratike. Por Adriatik, ta do vinë çajmë ditë të mira, do vinë ditë të mira. Si ta kuptojnë ta çajmë sistemin ata që nuk e kuptojnë? Sistemi çahet duke vrarë monopolin e duopolin e dy partive dhe duke futur aty terren e cila e kushëzon për zgjedhje të lira dhe të ndeshme. Do me thënë, vendi do shkojë në zgjedhje parakohshme. Kjo është e sigurt, po na e dhanë qytetarët votën, kjo është e sigurt. Votoni masivisht ditën e diel, votoni nisma Shqipëria bëhet numri 6 dhe na ndihmoni që t'i rrëzojmë këtë monopol politik dhe ta çojmë vendin në zgjedhje të parakohshme. Që në ato zgjedhje njerëzit të votojnë të lirë, të votojnë pa kërcënimin e krimit, të votojnë pa u dash që të durojnë ata që blejnë vota lart e poshtë dhe administrata të mos kërcënohet nga qeveria. Ju përshëndesim nga Kuksi.